e moralit, pika numër 1 dhe ekonomia do në ekonomia ka lezu, ka rrit për para, po sa më shumë po kem aq më pak po jem çmohon njerëz. Lidhje farvestori në Shkput, jo të gjitha alhamdulillah veç me të madhe. Jem dëshmitar të dhënë, se do më thonë mu anë forcë pa anë. Si sot në ka ardhur gjendja që minimu vllau si një mujna, fatkeqësisht do më thonë gjveshja, çaj bab, çaj non, çaj mësues, çaj drejtor. Qysh bre vllau e lën çike me dallat me hin shkolla ashtu. Qysh kemë shëndetje me Mirë familje, mirë alhamdulillah. Pa me grip, po alhamdulillah. Kjo është diçka që sezonale. Vllai dashur jeta është e tillë, domun sot je gjallë, domun me sfida jena. Po aja që neve në interesan është që domon thjesht pse smuhëm është shpoti kaluese, me emër të Allahut kaluhëm, shnoshëm. Po çfarë tha më herët, që kem qenë pyetur ti më herët, është që domon vllai dashur problemin të ndryshimit jetësor që tha më herët, është kjo, që thjesht ndryshimi më i madh është te domthon në aspektin e moralit, pika numër 1 dhe ekonomia do në ekonomia ka lezu, ka rrit për para, po sa më shumë po kem aq më pak po jem çmohon njerëz. Fatkeqësisht. Lidhje farvestori në Shkput, jo të gjitha alhamdulillah veç me të madhe. Jem dëshmitar të dhënë, se do më thonë mu anë forcë pa anëm. Pse që to lidhje farvestori në Shkput shumë? Pse s'dona me pa njëri tjetrin mirë? Nuk ka vëlla që nuk e dënë pa mirë, po nuk e di. Do thjesht është çështje do thjesht ti familjen tënde, unë familjen tonë, do thjesht gjithë të fëmijë familjen e vet, e qyr. Thjesht vëllai dashur në familje gjithë nuk ka pasur për para ka pas. Po në shumë pa thonë një vëllon pa thonë çdo gjë Prishtinës është. Tha për para tha, veç po dal petën tim pak. Për para tha qëllimisht ai në shkollë e kanë lyp bosh të ndikush, jo pse ka pas nevojë. Veç me provoku se a është që jep as jep. Edhe në tarmen, kur ka nevojë me ditë ka me ca derën. Subhanallah. Domethënë vëllai dashur që kjo don fatkeqësisht sot në ka ardhur gjendja që minimu vllau si një mujna, o fjalën jo të gjithë, alhamdulillah një mujna, po më shumë po shkon në bankë me ca derën se sa të vllau. E vllau jam i ka çu parë në bankë, i deponon, e bara pa të vllau në bankë më mu, edhe hin krediton taj. Apo kupton vëllai ku jena domon që thjesht çështja domon e besimit mes ndërsjellët. Jo më bën Allah, jo tash kur flasim këtu, jo do të thotë këtë është ze, Allahu billah. Po përfshim gjithë. Po veç domon një shumicë e madhe bagi është çështë vëllai. Po çfarë që po i dimet e non shumica. Fatkeqësisht. Apo do të po jeta interes. Absolutisht. Ka thonë pejgamberi alayhis salam dini dinar. Domthon dini dinar. Në arabisht në vëllai dashur të më lejoni, nëse përkthen fjalën dinar, nëse përkthen fjalë për fjalë, e ka për qëllim din, ka qëllim fe, nar, zjam. Nëse punon me drejtësi, me sinqeritet, është fe, është bazament jetësor, me standardet normale. Nëse Allah në rujt, bëhet prioritet, aja tjeta ona është jo prioritet, atëherë në ona të s'ka herë. Për të vëllai dashur, gjithmonë ka qenë, numër 1 është njeriu, tani është interesi material. Jo sot domon fatkeqësisht domon që thjesht mas pari është pare tani interesi vllaut. Fatkeqësisht. Allah na vëdësoft ya Rabbi. Në vetë morali të zhveshje që nuk jena për mu krenu si vend. E dim që jena diku në vendin më i madh me muslimane, kemi përqindje shumë të madhe vendi ku jetojmë. Mirë po nuk jena për mu krenu ku jem. Ku peshe, si është morali sot? Del se në rrugull do Prishtinës këtu, do nuk e pasqyt hari kur gjëç. Nuk jep shembull për me ka mirë. E këto vëllezër ndonjëherë kena problem si familjar, unë si prind që jam, e kam një çik, domthon unë kam obligim amanet çikën. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, secilit për juve jeni bari të është përgjegjës për barinë për kopën e vet. E thotë ju jeni përgjegjës për familjen e juve. Vëllai dashur nëse natë gjithë e kështu kry se amanetin ndaj fëmis. Gjendja që nuk i shkon. Të paktën bile me atë regretin ka pak. Po thoj tash mos piskat, po do pa piskat ka pak fëmia tranon Allah. Do më pas një falloj shmohon kufini.
Dhe që të pikë ma shumë zban. Për dhe arsye thëtë Allahu, ju një populli më i miq që keni ardhur ndonjëherë. Për çfarë parimi vëllai dashtëm? Urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga keqja. Urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga keqja. Don paramin bazament është me urdhër për të mirë dhe ndaloni nga keqja don. Që domthon, nëse në shoqëni që kështu nis me fol, po flas ti me mua që herë parë po takon më nashta, nuk e di. Me urdhnu një që të për hajër, edhe me ndaloni nga keqja. Minimum vëllaut. Që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë qofse nimoj vëllautën, në qoftë se është i bëhet pa drejtësi edhe nëse është i pa drejtë. Ka thënë ja Rasulullah, në qoftë se unë kur pedina kur është i bëhet zullum, normal minimum. Po kur është i pa drejtë, ka thënë mos seleme po pa drejtësi, i keni mu vëllautën. Apo kupton vëlla? Domthon selem me rajt, selem me vjet, domthon në favor me ndalon për kusht. Po them kushtimisht. E vëllai do të në fatkeqësisht që kjo don si shoqni po flas. Si shoqni që të pari me kena lankit. Shumicën e rasteve thonë çuri punë tua, leti hallkën. Çuri punë tua, po ti punë mia po vëllai po. Çika jame është çika jame, po, e kam një çik. Allah i rujt këtë ora bila me laton. Po do të thonë vëllai. Çika jam sa dëshoj për pishna unë me rujt. Pe dukurive negative. Aja duke përcjell në jetën lakmia, domon ndikohet. A mendoj që po ndikohet? Absolutisht. Vetë nëse më lejon, se ndoshta do të së lova. Ka thonë pejgamberi alajhi njeriu është fenë shokut vet. Njeriu është në fenë shokut vet. Kur i punon Allah, nuk ka shans me kon një shok pjanec, edhe ti më nëse si pjanec me ta. Nuk ka shans me kon hajn e ti me kon hajn me najt me ta. Ata si thot Allahu thot të marralshmit, pa marralshmit. S'mund me bë bashkë Allah. Është e pamundur. Domon instinktivisht, domon komo breje mrena. Po do më thonë vëllai dashur që si dukuri që to që pranë çoqën sot në nivel rrogëshni, është që domon brez pas brezi, që na lën diçka në familjen tona mangi, e thotë se jena kolonial është këtë. Do më thonë unë po shal, po shumë ti unë se çelë po vllah. E shumë vëllai gjendjen tonë çfarë gjendja jonë. Fatkeqësisht do më thonë zhveshja, po çaj bob, çaj non, çaj mësues, çaj drejtor. Çish bre vëllai lën çikën me dallat me hin shkolla ashtu. Pashallahin nuk ka logjik. Po ja pjavkona Allah na rujt me keq përdor tani këtu. Nuk e di, vetë thjesht si prind vëlla, unë si mashkull, ti si mashkull, ne na mashkull, kena gjë mashkull. Sigurisht. Edhe femrat, don e dim na shujnim për bën femrat zhveshën. Dim të provokuar. Tani pastaj po vinë edhe ato çfarë ndodhin, provokimet, gjithatë. Që do thotë se vëllai dashur morali është numër 1 tashmë. Allahu na rujt, po kush i ka fajin? vet. Prind, ata që Po nuk ka diskutim vëlla. Nuk ka diskutim se prindi se thash më atë është bari i familjes vet. Është bari, më thani vëlla një ditë, tha dola tha isha të shkup në shtëpi tha, çika jam tha dilke tha, shkoj ke tha në shkollë. Dilke shkoj në shkollë. Këtë pantolla tha harna çkyn. Tha shku po shkon? Tha shkollë, thash këthe, s'ka shkollë për ty. Nuk ka shkollë për ty çështo. Lloj dashur një herë, 2 herë, 3 herë, për ta syë lloj dashur nëse ne si shoqëni vazhdimisht e kapëm vëllahën për dorë, e çikën familjen, gruan, se njerëzit na gabojnë. Ndikohen për rrethit. Ana vallahi 4 vjet i kumbo. Edhe apet njerëzit na vëllah. Edhe domun nëse njerëz nuk e dina, që nuk e dina, po nuk po bëm që s'e dina. Çfarë është? Po bëm sikur mos me bagis po. Po menon. Po. Bagis po shohim. A pasha Allahin nuk ka mashkull në dynjë që e shën në femën që nuk i tarik. Tash fatkeqësisht më bën Allah, po qëllimi është që pak bile, unë s'po them se është obligim shamia, po thjesht pak të mrebor, pak një farë anë. Ato pjesën time. Na si mashkull apo dalim çështë dish, cilin mashkull të shën rrugë me kriz jashtë. Nuk e sheh Allah. Edhe pasha Allahin, po them kushtimisht një veç bagi pjesën e për më zhvesh nuk e kena gjëna. Se kemi lejuar për të. Po Allahu na rujt. Faktor që në shumët, jenë të punu shumë të madhe me na shoqëtarë së shoqëni, sidomos mediat, që do më fatkeqësisht jenë me të madhe të punu të promovu të keqen. Jo, po shitu qarta zollo. Do më thonë sikur thjesht e bardhës mi thonë zezë, e zezë mi thonë bardhë. A vallahi na pëlqen që zeza është zeza, e bardha është e bardhë.
Edhe Zoti ka dashur vëllai dashur në këtë dynjos, dhe në kiamet. Natë ditë, do në gjithmonë janë dy anë të kundërta. Bardhë zi, e mirë e keqe. S'ka ndryshe vëlla. Tash cilën në onë jeti, aja është tim tash për ty. Është më problemi jote edhe jemi. Po do këtë fund me dhënë kësaj interviste një mesazh gjithë ndjekësve të historisë të jetës, që ka të bëjë me jetën, dy fjalë, gjithë ata që po na ndjekin. Çfarë kush thon diçka një mesazh që kam i shërbyer për të mirë për jetë. Atyre. O vëllai dashur, nëse kthehemi fjalës së Zotit. Domethënë nuk ka kur dështim për një shoqëni. Wallahi Kurani vëllazë nderuar se dash tash jena musliman në shumica. Kurani është udhërrefys i jetës tonë dhe temës. Për me ndërtu një jetë shnush, si familje, si shoqëni, si gjë qoftë, është bazimi kthimi në Kur'an. Pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, hat kthe kush i fjalë dy gjëra. Fjalë dy gjëra. Kush i kap çdo dy gjëra, kur për të s'ka humb as frikë për të. Cilat janë Kurani dhe tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë Allahu në Kur'an llojdoshtën, ju Muhammed je domoni je me një moral më të lartë. Me moral shembullor je vëlla. E tash domon të më bën Allah. A më ndjek një këngëtar pa pik morali, a më ndjek çat njerëz ti. Fasad an jihad Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se pejgamber. Fat këtë si shumë pak. Sa këngëtar në Kosovë se njihen atë hujet jashtëm, që s'kan asnjë vlerë njerëzore. Veç që të thonë kushtë i mirë shëtëfarë, dëridhe t'i ka pak, edhe artë. Ma shumë idolët i kajnë të këpturat publike, se të ata që dhe më thonë që i kanë ndikim njëtësore. Vojdoshtem se thjesht po du me përmbyll to, zdi cilë faj libri donë, s'po më të thash amne i ati personit që është evropian, që ka shku 100 personat më me ndikim në botë. E ka nisë njeri më ndikim në botë që ka qenë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ajtat, a që ka qenë krishterë. Duke pas parasysh vëllai që thjesht rregullimi i don e ka pas pejgamberi ka thonë unë jam ardh me përsos moralin vëlla. Subhanallah. Jam ardh moralin me përsos vëlla. Pa moral s'ka hajër. Edhe nisem po du me thonë mos e zgatëm po çurit të historinë botnore të njerëzimit ran. Ka pas që ka njerëz shoqëni pa besim, ateista. Domthon zerpotista, çfarë di çfarë besime ndryshme. Allah ka të liru. Në momentin që shoqënia u prish në moral, s'ka leju Zoti. La ilaha illallah, me kime hetë karojnë në hadithe, edhe në Bibel e kjetë në ku dush që thjesht u prek morali, Allah s'ka leju. Është xhelas ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu më rrit. E vëllai dashur, po do më thoni sen. Të bëhum ta tillë që këshillon me zriti. Sepse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është sikur ai popull i cili nuk urdhëron për të mirë nuk dalën nga keqja. Është sikur një popull i cili hyp në një anije. Një grup njerëzish. Hat në anije, pjesa e përmë dhe poshtme. Ata që janë për funi thotë hypin nalt, marrin ujë dhe zhdybin poshtë. Pak një torturë e lodhshme për ta. Thotë edhe ata tentojnë me bën një bjetën poshtë, që mos më lëmë hyj nalt të zhdyb. Thotë pejgamberi sa nëse ata nalt e lejojnë ata me shpërthy anijen. Çka ndodh kur të shpërthet anija? A fundos veç ata të poshtmit, ata nalt. Çfarë interviste falshme? Allahu na ruaj vëllai dashur se pasha Allahin është rrezik, Allahu na ruaj që me çdo zotën e dënim që edhe të mirë me hangar për të falshër të çim. Allah na pështoft na bën halal se zotëm shumë. Për Zoti, të nlejoro. Të uroj më të mirat në jetë ty. Faleminderit shumë për kohën. Edhe juve gjithashtu Allah shpërblet, faleminderit juve. Çdo dorën. Allah na na